Sot jemi nisë së bashku me shoqëri që ta hulumtojmë një shteg të ri në zonën e Llapit. Ne gjithmonë kemi bërë shtegtime në zonën e Dugagjinit kryesisht, por se asnjëherë nuk kemi qenë në zonën e Llapit. Madje ka ndodhur që kemi pyet njerëz edhe kanë menduar që nuk ekzistojnë bjeshk në Llap. Por se jemi befasu, pasi që jemi ardhur këto për ta zbulu shtegën të maja musincës se Llapi kish mrekulli, mlaja natyrore. E për këtë çështje, deshti Zoti erdhëm këtu të një, çka më thon kësaj, se pushimore, cilën e kanë ndërtuar një person fisnik, që lutum Zotin me shpërbly ata, dhe rastesum me disa shtegtar tjerë që janë bashkë Llapit, patëm dëshirë që me intervistu dhe me fol për bjeshkët e Llapit. Faleminderit që gjete ku me na u bashkangjitë. Faleminderit edhe juve. A mundi në fillim me na u prezantua emrin, mbiemrin, prej nga jeni e kështu. Fatangoshe jam, Podijevës, Dobërdolit Katonit, Ron Podijev. Na dolëm ka rregullisht, është tek domethënë një më njoftuni i kësaj rrethine. Musinca është moja më e lartë e bjeshkëve në altësisë Llapit. Është dikun më zgabofsha 1730 metra. Që ta shkojmë atë tani mujna edhe me po, dhe me thonë se është edhe e shkrume, edhe se ka me kom pak problem se ka mjegull edhe bë makinë nuk dokën, veç kur dalëm atje nalt shihen krejt kodrat për rreth, krejt është shumë knatësi është. Tani që që ka dhe kjo lau, verës, janë borovnicat, janë është knatësi. Po, domon këtu pas ka dhe ujëra të shumta. Kroje ka të shkoj, dhe me thonë. Kroje gjithkund. Që të e kem një shumë ujtë e mire, ka shumë tani që të vi me qesëm që vi pim qaj. Edhe pse që tash një kodë gjatë si na konë, s'kemi mujtë me dalë, që është të puna se ka lidhë. Mirë po, se herë kur dë që del ko, vim, është knatësi, është. Unë bashkë më herët, kur ardhëm rrugës e patëm Llapin që kjo është sa ku me di sa seon, sa me shku te psikiatri, është terapi psiqike është. Vallai veç ai që le ka përjetu edhin. A e keni ndje dhe ju qëta që mendja të qetësohet? Po. Tu i një gurgullima të... Shemëre, na bo pak demela i na bo. Shemëll për marë, shkojmë rrim dile, hajde s'ki që ka bën rrim të nditën është ta, vjen telefoni edhe s'ka. Kështu një farë aktiviteti mirë, një farë knatësia, një farë... Po. Unë për veti bile... Pritja me qaj, zot ju shpërblet, se kemi prit që vina me dismali që pina qaj me gjithë. Veç sot se... Jo, vish Llapjan të bojnë Llapjan. Veç sot se këtë për makia me ka odor në i djele tjetër, si në zenë që të. Si në zenë heq. Qa është ka la blak që i bonë, qa është... Na e përmenëm qa i besim alpinisti dhe me thonë është taj, i ka do grupe dhe me thonë që i mere del ka. Shkojnë dhe me thonë vinë të. Valla që t'na qaj, ja, Llapjan të thujnë janë të qajit, edhe s'di edhe këj vështresa e këj farti qajit, s'di kush e maj furta. Ja dhe këta na mujnë? Na mushtria jo muna. Ja, vështreja. Na këna marrë juve. Veç se mrekulli vallai shumë njerëz, a besoni edhe Llapjan ka ndodhur kemi thonë që është një bjeshk e naltë në Llap, po s'pe dishin. Shumica as Llapjanës s'pe dishin. Pse nuk e din? Pse nuk e din? Ata dëmon që janë dëmon që e kanë mangat për Prishtina nej, si në kon kënej ba. A ke gyj ka dëmon kënej, mos i të din kënej. Për që është Llap e kënej, këtë e din. A ata dëmon rrët 5 kilometra nej, bëha kjo dy kush e din, por shumica nuk e din. Pasë Llapi ka shumë katune, sa katune i ka? Është ndër katune, ndër me hapsin me e madhe. Ma e madhe, këtë gjëni tërë. Gjelane dhe kjo. Si thujnë, Llap si krejt dynjaja. Qëre, në Prishtinë janë dolen ma shumë dhe me thonë që e pjesa, Lozhan, Lëpt, qate. Edhe aty në tash rjetun Llapjan. Pa ta kënej Podijeve që ke pjesa tjetër e Podijevës nuk e ndalë. Edhe tani për që ta fart këtë pjesë nuk e njohë. Ata unë Golloku ta nej dhe unë nuk e din këtë. Nuk e din, pa. Na imi të Gollokut, po kërë s'kemi një që ka ekzistan kjo. Realisht nuk e kemi një.
Ja, jo tash, pas kjo një 2-3 herë me dalë një atrakcion të mirë keni, sidomos tani kur dilnin çato lisocin, edhe ajo është me vështirë është. Ja, vallai kish mrekulli, pasha zote, gjatë rrugës ka erdhur me kerr, çfarë gjelbrimi, madje e fotografun një pamje lopt aty në livadh, knej lumi, çfarë pamje bukur. Po njëri që rën e që flan nuk i zbulan kora, ata do edhe sot na kemi pas këgjë sfidë me dal pi shtratit se para plus dita e dytë bajramit, plus e që shin parashikimet shi, po abden nuk ecëm bjat parimin analiza po veç ja nisëm smenum shumë edhe na dul çfarë mas mire. Edhe kjo shpesh na ka ndodhur. Çaja është më e mira, domethënë pa plan, domethënë veç me shkue pa njohur. Mi mbështet zotit edhe nisëm. Po kjo rrugë gati pe Kolicit. Kolicin nuk e di zgjidhja. Po. Dal për prodhon. Çati që kanë graça, çfarë pjesë ballokut tani. Pe Kolicit domon, gjithën të mola çanej, është aty më të buta pak. E sillën bon bashkë. Parë mirë vallai. Këto ujëra, çka s'kemi pa nas një hiking më shumë ujëra se këto. Definitivisht edhe uji i mirë që shpo tregojnë të runë, uji tamam verës ka kroj këtu që s'mën e fe. Që s'ka po atë ujë të llapit një herë kom pi. Është plak që është shtim me pjesën çasta. Edhe çka the më herët e përmend është uji tahishtë ton. Uji tahishtë. Ohët është që ndrojet ohët më i mirë uji. Uji. Me kunia. Me këtë po synojmë pak me promovu që llapi pas ka bukurit noja natyrore, pas ka male, pas ka bjesh, kështu që vizitan e llapin. More, që atje tani bashku kun në studiamoj se me shmejroma sajde, është një barë kroni atje thonë me i pastru e sytë është këgjaj hajshëm. Aty ka po do mund qandrën do mund me vashë qytetit. Do hullën prusat edhe kanë edhe me pisë njët, po me i pastru e sytë me konë. Qyteti, po, qyteti i lasht, i më që më konë këtë nërë. Po, do stilsa ja. Është aty tani edhe një farë si kullë, është kalo do burje në atë do mund është nuk mahet më na para 2000 vjet apo. A këtu në herë kanë ditë për ndonjë aromoke këtu që kanë ditë ku janë kryet më të mira. Ishin marrë me. Është atje një farë aloni një farë muri i gurt, një farë ata bile thë çaj besimi thë ke bile që është ka qenë si kull, si kala, si diçka. Është e madhe kështu, veç një pjesë i ka merr, domethënë veç një farë zhivi i ka merr. Po apet është kështu e natë, është që aty tani është një farë kroni. Te ke lani sytë që matë hajshën për sytë. Kjo është. Kjo është domon është. Kjo domon duhet që këtë temelët unë ka pasur. Po shumë e mësë. Është jetë antike me thonë. Falenderojmë që bashkëbisedut me neve, na dha këto informata, Allah i shpërblet. Faleminderit.